Kryetarët e Divjakës vijuan dhe në natën e 4 protestën kundër propozimit për heqjen e statusit të bashkisë dhe bashkimin e saj me Bashkinë e Lushnjës. Edhe pse njoftimi nuk është ende vendim përfundimtar dhe do të nënshtrohet një periudhë 60 ditore konsultimi publik, banorët e konsiderojnë të papranueshëm këtë propozim. Në protestë ishte i pranishëm dhe kryetari i Bashkisë së Divjakës, Josif Gorea, krahasuar me natën e parë, kur pjesëmarrja ishte shumë më e lartë. Këtë herë në shesh u vure një rënje e ndjeshme e numrit të protestuesve. Gjatë fjalimeve, qytetarët shprehën kritika ndaj qeverisë, kryeministrit Edi Rama, deputetëve dhe drejtuesve të qarkut, duke deklaruar se Divjaka nuk mund të zhduket me një të rënë të lapsit. Protestuesit i kërkuan kryebashkiakut Josif Gorea që së bashku me administratën vendore i bashkojë protestës dhe të bojkotonte punën në shenjë kundërshtimi. Pëzyra isha, të gjithë punë, lokalet, gjitha kafet brenda, ku janë punëtor këtu, ku vjen Belinda, ku vjen kryeministri, pse shkojnë gjithë me vrapa tjenë, ku ka festa, pse mblidhen gjithë fshatrat vinë ndjoj muzikë këtu, për protest pse nuk vinë, madhën e bjenë në shesin Divjak, letrat i majnë Divjak, taksët i pagojnë Divjak, nga klubi shoferit dhe në qenë, do bloku rruga gjithë me zitora, të gjithë rruga, por to janë fermera, me fali, janë fermera frikacak, edhe legene që kanë zitora, po s'ka mund një zitor si a i ikë si të Divjak, po jam i pari që blokoj rrugën, dhe nuk i ha presionet për asë një gjë, jo nga ty se kam respekt, po nga gjithë qytetarët e Divjakës. Dini, me zitora mos keni frikë. Ku janë gratë, ku janë burrat, ku janë për festa, për muzika, dhe në dytë natës. Dhe bëm të tyrën tonë, kur në e kohë, këshilli nga krahu i majtë mungonte, se merte urdhra nga drejtusja qarkut tjerë, deputetëve. Dhe merte urdhra, dhe mungoj. Kemi një numër grup e WhatsApp për këshillin bashkiak. Dhe me disë tjera unë i shkrova, të japim tërheqjet komplet si grup nga këshilli me gjithë kryetarin. Nuk ndjeja majta fare, koka kullër, nuk fajta fare. Ja të e keni rezultatin, edhe ju të voni vetë nesër. Se të kjo bashki nuk të vinë punojës nga Lushnja, ta dini, do kënë emra për të marrë rrugën, se këtu s'do vinë asë njerë. Imagjinoje një fëmijë sot, 2 vjeç, 3 vjeç, kur shkoj 35 vjet, ajtë ka pushtetej, 35 vjet, 35 vjet, Vučići po ashu, Erdogani po ashu, e njëtë gjë dhe ky. Që edhe Orbani pa përzuri popullin. Andaj du dalin figurat e reja, nuk ka rrugë tjetër me këto fytyra. Nuk mbahet pushteti me të Orlan Pallën në shok. Mos e harroni këtë punë. Po them mos e harroni se do kujtoni. Dhe jërë po them, te zyrat këtu nuk do vinë nga Lushnja, asnjëri. Do e në emrat atyre që do marrin rrogën dhe s'do paraqinë fare këtu. Dhe ti s'ke që të bësh asnjë forcë. Ti le dje se do të varë për juë. Gjithë e popull, gjithë 28.000 votojës, me 8.000 që ishe cakre që kje Rëskoveci, Prish, që kishtë. Njëni, tali me ne që ishjo. Unë 4 kosa kam, 3 kam në Itali, 1 kam Belgi, kam në shpia, me gjithë me shu, tuke ne kemi njën për gjinaf zotët. Talje. Veç për i firmë Lushje, tuke që bashkia tu që më fillon nga Kemishe dhe një 7 qerma. Gjatë protestës, pati dhe momente tensioni dhe replika mes disa protestuesve dhe kryebashkiakut Josif Gorea. Protesta zgjati rreth 60 minuta. Në përfundim protestuesit marshuan në rrugët e qytetit dhe për disa minuta bllokuan rreth rrotullimit në hyrje të Divjakës, duke paralajmëruar se kundërshtimi i tyre do të vijojë dhe në ditët në vazhdim. Të nderuar vëllezër motra, të gjithë punonjësit e bashkisë, janë me ju, janë me ne, janë të gjithë bashkë me ne. Janë edhe këtu. Ju lutem. Tani, në të 4 ditë që jemi, prania jonë ka qenë e konsiderueshme, e mjaftueshme, protesta është jashtëzakonisht e bukur, por neve nuk do t'i lëmë shërbimet pa punë.
ju lutem, pa tjetër, që shumë nga ata i keni këtu, mund të keni kokat, nuk i justifikoj, tani, ju lutem, ndrek, të lutem ndrek, qiko të ndajmë disa momente, po mundohem, Andrea, të lutem, po mundohem të tregoj dy gjëra, ju lutem, duke shaj njëri tjetrin, ose pse s'doli atë tjetër, pse hyra unë, kjo nuk e ndreq punën, vëllezër dhe motra. Dakor? Pa tjetër që çdo punojës i bashkisë, edhe personalisht është me i ndjerë se ne të gjithë, se fund fare të humbi punën. Kështu që nuk diskutohet që ata janë bashkë me ne, ishin ditën e parë, nuk ja u kam kërkuar sepse kemi edhe punë tjera, po këtu keni, gjysma juaj janë ata. Theni kokat. Veprimet dhe kërkesat tuaja politike, të lutem, drejtojnë në vend tjetër. Tu kemi një qëllim, Divjaka Bashki. Të gjitha keq kuptimet, të gjitha dëshirat e tjera që keni, hamendësirat e tjera, mundohuni të gjeni një vend tjetër, një shesh tjetër, këtu le t'ja lëm të shesh Bashkisë Divjak. Dhe protestojmë bashkë, po pra Bashkisë Divjak në kuptimin popullit, për të arrutur Bashkinë Andrea. Andrea, i potje mizrat Andrea. Dhe duhet kuptojmë se çfarë ndodh vërtet. Shkoj sot për arsye punën Lushja dhe pavarësisht marrëdhënies shoqërore më thot ai shoku atje. Hajde o fshatar nga Lushja, hajde. Dhe them, unë vërtet jam nga Divjaka, ose ju e morët Divjakën në Thonjza, por ju prapë Divjak do vini të lani të detit Divjakës. Dhe ti që më tha, ishte juaj, me nuk është, trarin e vendosim nesot, nuk e vendos të ju. Taksat, duja marim ne, dhe atë e vendosim ne. Prandaj juve thjesht jeni shërptor, asë gjë tjetër, mas sa kuptova unë teka. Por një pyetje ka për gjithë Divjakën, dhe ato që rrinë aty në kafe, rrinë aty, bëjnë muhabet dhe bëjnë ata pjesën e të dhimbsurit, le ta quajmë kështu. Por e do ta lëshojmë Divjakën vërtet? Ere një pyetje kam, do ta lëshojmë Divjakën apo jo? Po ku jeni a pra? Njerëzit të pa vlerë. Po mirë më zoti, more vëllezër dhe motra. Në 97-ën, kur unë nuk kam qenë të arruaj pyllin, unë si lull, Divjakësit dolën për para automatikut. Divjakësit dolën para automatikut dhe mbrojtën pyllin. Këta burra, këta motra, këto vëllezër, këto nëna tona. Sot, më fali, sot në të ditë të bukur, në një lule që kemi balë për balë, në një kënd kaj të bukur, në një vend kaj të bukur, kaj të begat, njerëzit nuk vinë të protestojnë. Vëllezër, ku jeni? Dolët para automatikut mbrojtët pyllin, e mbrojtët me djesën tua, ju e mbrojtët, ju unë s'kam t'janë. Po jam krenar për ata vëllezër mote që qenë, gjithë kush qenë, nuk e di. Sot nuk vini këtu në shesh, lozi domino. Ne ngelim si një fshat i humur i Pekinit, nuk kam qenë me Pekinin. Do ngelim si gjosa i Pekinit. Nuk e meriton Divjaka këta. Zgjuna për prezin tim, dhe jo prezin tim për këta zoq, që këto lule t'i lozin. Ata nuk t'ingja, pankartat ata i mbajnë, po kryeministri nuk ishe ato. Këto lule kanë dignitet, këto lule lullzojnë, do t'a ndrisin Divjakën, do shkollohen, do arsimohen, dhe Divjaka do i rritën vlerat. Vlerat e tona, po kërkon t'i marri Lushja. E kam thënë natë për natë, do më fali se masë be kabimi dalë natë për natë, po më dhem t'u branda. Me pasërti më dhem t'u branda. Bashkia jonë duhet të ekzistoj, duhet rritet. Ne shikju që e rritëm të lule. Këta kërkojnë na marrin. Më falni, janë 200-300 familje peshkatarësh që punojnë lagun. Asnjë nuk e shoh këtu. Ju bëj thirrje këtu peshkatarëve, janë vëllezër e mi kush janë. Ta vinë të protestojnë se nesër do hanë shelma byllës dhe nuk do të zenë as i korrobas e peshku.